More ç'bëhet kështu me këtë bigun, si po ju duket, si po ecën, si s'po ecën. Ku kam këtu grupin tim unë? Dasara, ku je Dasara? Nika, Meridiane. Amoj. Qa ishte ky ballafaqimi shumë kërkuar? Po. Do vi pas publicitetit. Kuptuam kush u ballafaqua me kë? Po pra, domethënë një Big Brother, domethënë që më fal të kërkoj ndjes, po kërko dhe ti falje dhe pastaj Lorea që thot ne jemi artistë të tërë këtu dhe nuk është e hishme të flasim me këtë gjuhë dhe është shiko, është edhe fakti që nuk po di më se çfarë tuam, se dhe kur bëjnë ashtu si ujqër siç kanë për vit dhe ajo s'është logjik. Po dhe kështu, ku diun, s'kan dinamika, s'kan... Se di nuk e di ku është problemi, po diçka ngec, nuk ecën fare, domethënë, nuk... Po pra. Ka një ngërç shumë të madh, nuk ndizet gjëja. Po pse që tani do ballafaqin mirin këto? Kë? Sa miri. Mos ballafaqin mirin, mirë është i martuar apo jo? Po. Po me këto të shtrimet te kërvati se vallai në radhë parë digital duhet i bëj reklam dyshekëve herë. Sa aq fort pas kanë qenë ato dyshek se kanë bë vrimat të dyshekun që nuk janë shput kërvat një javë ty po planë. Ka bërë dashuri aty brenda, Miri Xhikës ka bërë dashuri. Jo dashuri, po tash edhe trish aty gjithkohës po shargonit. Si pas sens, ti s'ke shku meret po sharganit do më gjumë gjithkohës, ke shku dhe për lyt. Çfarë do se s'pe kuptoj, po thu Meridian që s'po aktivizohet shumë, apo? Përveç se s'po aktivizohet që e ftes Monikës, përveç se nuk po aktivizohet, mu po më norta mendoj që mund të ti ballafaqimi që më fal ti ka për lyt apo ka për një gjithkohës kërvat me gos në ujë. Dhe s'ky mendoj që është ballafaqimi shumë pritur. Po se ç'a ballafaqimi mund të ketë tjetër aty? Kush do ballafaqohet Sena me Vernosin? Apo Sena me Brajdarin? Shiko, një gjë kuptova që produksioni përmes opinionistëve është i pakënaqur me banorët. Kjo ndodh shpesh se këta bëjnë gjithmonë ato. Ajo Monika aq troç, Monika, po. Edhe këtë vit domethënë kjo prezenca Monikës i thot gjërat shumë qartë se ajo si duket nuk e njeh, është mësuar me politikën, nuk është fort me logjikën dhe nuk e di që s'duhet të çojë informacione brenda e kështu se praktikisht i tha që s'jeni gjikundi, okay. Po jo, dhe Ledioni, edhe kjo batuta e Ledionit që nuk është festival këngë dhe që mos, domethënë keni një qëndrim më të drejtë për drejtë, se me thënë drejtën asnjë gjithë po ruan, nuk po thot një gjë. Nuk i ka ftesa. Monika dërgohet ti o Monika. Unë tash u bëra kurioze tani, në qoftë se flasim për ballafaqim dhe janë Monika s'u ta çova. Qoftë janë nga këto ballafaqime tip telenovelash, vjen gruaja Miri Xhikës ose vjen datë ti Polsi Noçja. Ti Polsi Noçja, atë mendova. Po të ketë në një ballafaqim. Nëse Olsi Noçja funksionoi në kohën kur funksionoi, nuk do funksiononte prapë kam përshtypjen, nuk është se njerëzit janë mësuar. Jo, po ti vi datë, këto funksionojnë gjithmonë si Bora Zemani me. Po funksionojnë gjithmonë Trini, gjithmonë funksionojnë. Unë nuk e di se këto ja fusin kot se mu nuk më duket dobët, mos harronesh java parë, sa të ndezi qik, sa të fillojnë, tash që do fillojnë të shohin klipet, do fillojnë të debatet e sherrët, se javën e parë s'kan pas i klip, nuk kanë pak të thashe teme, tash sa të mund të odi që klipet, sa të fillojnë t'i ullin që kripto tash i produksionit klipeve dhe shqip një spektakl. Nese po. Do vi babi Selinës, do i thot, ka bab Selina. Si ti baba Selinës, si jam unë. Se unë imaginova të dashurin e Selinës ose grunën Miri Xhikës, po kjo është me vërtet kryevepër të bëhet si puna Jozit që erdhi dashuri asaj. Babai asaj. Ka përshtypjen do harrohet kjo batuta, do kalohet aq ishte. Harroja. Monika Ame, çfarë thua? Po ja për ato që diskutuam, i vuri në duke edhe produksioni. Nuk jam dakord me Meridianin, që thotë që s'ka. Aty gjatë gjithë kohës ka pas debate, lojë, gjëra. Jo, ka debate. Nuk thash ka. Unë duket mirë, Bigu. S'm duket kaq dobët sa po e bëjnë këto. Ose ndoshta duan ta nxisin një çik po. Mua vallai më duket sikur deri tash s'po shtyhet as me vajzë. Deri tani ka një problem, nuk e di çfarë ka. Stina për shkak, më fal Monika se mos e harroj. Stina për shkak,